Mendoni me për Ibrahim Kelmendi, është themeluesi i UÇK-s? Që unë Ibrahim Kelmendi është themeluesi i UÇK-s, atë nuk ka dyshim, unë s'kam dyshim në Ibrahimin, po unë s'kam bashkëpunuar me Ibrahim Kelmendin. S'ka se 3-4 herë jemi takuar me Ibrahimin. Po çka mendoni pastaj se ishte ndërbej për shërbimin informativ të Kosovës vitin 92-94 në kohën i qeverisë Bukushi? Shërbimi informativ i Kosovës që pretendon Fadil Kajtazi, që pretendon është përfaqësues edhe ai është shërbimi informativ i Serbisë që ka kriju Fadil Kajtazi me Mehmet Locin. Kush është Mehmet Loci? As pas ka shqiptar tjerë, pas ka me shqiptar në bitok, po Mehmet Loci, një njeri që ka punu në UDBS, ai vetë ka deklaruar që ka punu në UDBS, s'pe tham kur gjë, me një njeri të UDBS me kriju Fadil Kajtazi, dhe Fadil Kajtazi tash interesohet për një njeri si unë, se unë jam bjeshk për çështjet Kosovës, për çështjet kombëtare, unë jam bjeshk. Jo Fadil Kajtazi, po kur historia nuk shkruhet pa emrin tim, historia nuk shkruhet pa emrin, historia e diplomacisë Kosovës nuk shkruhet pa emrin Rashad Said, Behar Xhepit, Kani Azemi e Enver Hodri. Se kanë lënë gjurma jashtë, atë janë gjurma. E tash ky Fadil Kajtazi me shërbimin sekret të cilën ka themeluar Serbia, jo Fadil Kajtazi, por a krijohet me njerin e UDBS, unë s'kom pa kurrë ashtu. Atë mbretin e Belgjik, mbretin e Anglijës, kur ka vdek baba, atë vllohun e tina nuk e kanë bë mbret. Nuk e ka pranua, as kjo vajza nuk e ka pranua gjën e vetë si mbret, se vetë pse është martue me një Gjermane që ka qenë kolaboriste me Gjerman, nuk e ka pranu shteti vetë, edhe ka ikë prej shtetit vetë, është martu me ato dhe ka jetu në Zvicër, ndërsa ky, Mehmet Loci, ka punua në, që e pranon që ka punu në UDBE, edhe nuk e di çka ka bo, aje din, se na nuk i kena ma... Në fakt, se të ishte më dërpreja, kanë rej shqiptarë pas e rëshat ata. Ata, qërë, të gjithë ata të cilët kanë punu në UDBE, të gjithë ata që të cilët kanë punu në UDBE, mas pari UDBE ka zgjedhur njerëz që janë debila, njerëz që janë inteligent. Rrallë prej tyre ka pas njerëz inteligent. Se ata janë detyruar, mas pari, jo me rej shqiptarë. Edhe profili tyre është më tepër antisocial. Ata mas pari e kanë rej njerin vllahun e vetë. Mas pare kanë shtinë burg vllahun e vetë, ose kushërinë e tyne, ose dikon të vetin. Se për me hinë UDBE, do të mi dhonë material UDBE që e me pas besim, për me të kusht, pastaj për mes qasajna e të kushtzon, ose do të me shku mja kap gruën e një shokut, apo dishka, dhe ata të mojnë të kushtzojnë, dhe të isë ndalë shma kurpi UDBE-s. Shama e kini na Fiqegranin, ka qenë, për 12 vjetë burg i ka hongën njeri, ka dalë për UDBE-s, për 12 vjetë burg i ka në rasë. S'ka se nuk të nutë bashkëllar. Shka me tonin me për burgosërit politikë që janë liru? A ka burgosët politikë që janë liru me kërështë? Burgosët politikë, një numër i madhe i burgosët politikë janë ndershëm, një numër tjetër i burgosët politikë, se për tjetë burg janë torturat njerëzore dhe ti detyrohesh me punu për UDBE-n. Dhe shumicë, disa nga burgosët politikë janë njerëz që kanë punu edhe për shërbimin sekret UDBE-s, nuk i di me emra, por shumica janë shumë sene, janë enigmatike, sepse doset, mos harrojmë se doset në vitin, si pas dokumentet që unë i kam lexuar, do në doset dalin në vitin 2030, Serbia është obliguar prej nga vitin 2030 edhe dhe në vitin 2035 të gjitha doset mos bulu. Kush e ka vra Jusuf Vervallën, kush e ka vra Vebi Ibrahimin në Bruxelles, sepse i pari shqiptar që është vranë në Bruxelles është Vebi Ibrahimin nga Uglari i Gjelanit, që ka qenë bashkëpunëtor, bashkëkemi punu me ta, edhe është hala nuk dihet kush e ka vra, po Serbia është e detyruar në vitin 2035 të gjitha dosjet me dalë. Dosjet, një pjesë të madhe të dosjeve ka NATO, që kur ka punu Slovenët, kur ka pas Jugoslavinë atëherë në kryetari i Slovenisë, Azishka u kanë aty, ata Slovenët e kanë marrë dosjet, një pjesë të madhe të dosjeve e kanë dërguar në NATO. Unë kam nejtë atëherë me Stipe Mesicin kur viket në Parlament Evropian, kam nejtë me Lojze Peterli që ka qenë kryeministër, do një pjesë e madhe të dosjeve e kanë marrë Slovenët, edhe kanë bërë kopje edhe kanë qenë NATO. Çfarë mendimi keni për presidentin historik Ibrahim Rugova? Jo keni pas rastin shpeshherë me u taku me to. Jo edhe Behor Regjipi, sigurisht bashkëpunëtor tim. Që Ibrahim Rugova, na kemi nejtë me Ibrahim Rugovan, kemi edhe si miq, edhe si shok, edhe si diplomat që ka nejtë, edhe si diplomat në atë kohë që kemi bërë në diplomasinë asaj kohës. Ibrahim Rugova ka luajtur një rol të rëndësishëm në vitin 1989, siç e ka luajtur Recep Çosa e shumë të tjerë,
Por Ibrahim Rugova ka ndarë në vitin 15 dhjetor të vitit 89 e ka bërë LDK-n dhe ka bërë një hap të madh historik ku ndahet Serbia dhe Kosova. Domthonë pjesa e shqiptarëve dhe Kosovës, domthonë shqiptarët ndahen nga Serbia, i madh i vogël jo mani men atëherë të gjithë kanë qenë Bashkëpunëtorët Demokratike të Kosovës dhe kjo është një rol historik që ka luajtur Ibrahim Rugova dhe populli shqiptar ka shkuar bashkë. Deri në vitin 1999, kur fillon lufta në Kosovë, Ibrahim Rugova ka dhënë deklarata që do të